vdekjen e keni shumë afër dhe ka më të vrarë ai shoku yt, por nuk ka kohë për vajtim. Na do me vazhdu luftën. Po besoj që e ke pa me sy edhe vdekjen e shumë bashk luftëtarëve, ndoshta. Qysh ka ndikuar ajo te ose cili ka qenë ndoshta momenti që e ki ende plag sot kur e mendon. Rënien e kujt? Po, neve na dha shembull tash në këtë rast kur e takum Ramushin, do të thotë, sepse ky një kohë gjatë vepronte ilegalisht, unë s'e kisha taku më herët. Po tash kur bëm rresht, doli UÇK-ja publike, ndodhi 24 marsi në Glogjan, pastaj gjithë ushtarët kishin mundësi me taku Ramushin ose me njoft Ramushin, sepse ishte tepër kurrështare me njoft Ramushin, ai që e boni atë nomin e madh. Edhe toni ky gjithmonë na ka marrë ato fjalimet, edhe na ka thonë që do të thotë na ka thonë përshtypjes që edhe kur ju ka vrarë këtij Luani vllai, e gjithë ajo sakrificë, kjo do të vazhdu, s'ka munal. Jepet, do të me vazhdu, ka më na vrarë plot, gjithmonë na ka paralajmëruar, ka më të vrarë, do të me vazhdu luftën, do të me çutë në fund, gjithmonë. E ka marrë domethënë se diçka që gjithmonë neve na ka pas hapësirë më ulë edhe me çajt edhe me vujt. Ja, nuk ka pas ai hapësirë as për një dhimbje të vetën, çfarë do qoftë ajo edhe kur që ka vrarë dikush, po edhe me pas në telashe tjetër që plag kur ka marrë, ky nuk ju ka dhënë mundësi plagëve me i dhimbje, do të thotë, ky si ka trajtuar. Sepse ai e thoi që s'kem kohë na me trajtu, na do të me vepru. E prandaj me këto që na i thoi ka neve na leke me kuptu që vdekjen e keni shumë afër dhe ka më të vrarë ai shoku yt, por nuk ka kohë për vajtim. Na do me vazhdu luftën.